Dhe ju kam një pyetje mbi këtë që parashtroi Sokoli. Ky lobim, le të themi kjo konsulencë ligjore në raport me Veliajn, nëse amerikanët tërë thonë që ti nuk mund të mbahesh në burg në rast se nuk ke një akuzë të ngritur, ndërkohë që Veliaj qëndron aty. A mundet që në një moment të dytë të gjendë një shkelje procedurale në këtë histori? Në fakt, unë bajtashonim që tha Sokoli dhe do të ndëm që ta përfshi në atë që do të them edhe këtë pyetjen tuaj. Në fakt, lidhur me termin dyshimi i arsyeshëm, asnjëri prej personave të cilët janë arrestuar në Shqipëri nuk është i akuzuar. Ka një vendim unifikues të gjykatës së lartë, ku nuk është nevoja detyrimisht që një person të jetë i akuzuar për të qenë i arrestuar. Termi person i dyshuar nënkupton person i dyshuar me dyshim të arsyeshëm i bazë të provave. Dhe mbi këtë dyshim dhe pa akuzë mund të jenë të arrestuar rreth 99% të personave që ndodhen sot, sepse kështu funksionon legjislacioni jon procedurial penal ton. E qartë. Nuk është nevoja që një person të ketë akuzë. Në momentin që prokurori ose organi procedurës formulon akuzën, çështja shkon për gjykim. Prandaj ne përdorim, po duke qenë se avokati nuk i njeh këto terma dhe flas për avokatin e huaj dhe dal tek ajo që thatë ju shërben si konsulent. Pra në kuptimin ligjor, fjala konsulencë nënkupton një mendim të kualifikuar lidhur me problemin që ka një person. Dhe këtë do bëj kjo zyrë pak a shumë, përveç se asaj që unë nuk e thash, që pra do mundohemi që të kemi një ndërhyrje jashtë gjyqësore, po them dhe një herë, që të shikohet problemi i tij edhe jashtëgjyqësisht. Besoj që kjo lidhet të thash edhe me udhëtimin që bëri fund të vitit kryetari i bashkisë, në atë formë, dhe edhe me këtë qëndrimin. Kurse më duhet ta kundërshtoj çik Sokoli, megjithëse kam shumë respekt për të. Jo, nga ana gjyqësore vetë Sokoli tha kështu. Jo, do ta thonë për pikën e tretë që është më e rëndësishme, avokati më i rëndësishëm jam unë në Shqipëri, pastaj mirë ato po, absolutisht. Jo, shiko, për të shtuar ky avokat do t'i shërbej çështjes Veliaj, por do t'i shërbej për një tjetër proces që ka të bëjë me Strasburgun, ku pas çështjes në gjykatën e lartë, që nuk i dihet si do të shkojë historia, zoti Veliaj do ta çojë në Strasburg çështjen. Për këtë pikë edhe besoj që aty do të jetë zyra amerikane, ajo që do ta përfaqësoj atë në procesin e mund të ndihmoj me informacion, domethënë nga burime, Veliaj, domethënë ka një lloj sikleti deri në këto momente, kishte domethënë një lloj sikleti për ta çuar çështjen në Strasburg. Domethënë ka qenë lufta në raport me imazhin që ai ka ruajtur, në raport me reformën në drejtësi, edhe sigurisht në krah të kryeministrit Edi Rama, dhe tashmë që është i detyruar të dalë kundër shtetit, por që sigurisht çështja aty do shkojë. Por diçka ka pasur ndonjë dileme të fortë, domethënë ka pasur ndonjë vështirësie, të them emocionale në këtë histori. Nuk më merr mendja sepse në kushtet në cilat ndodhet kryetari i bashkisë së Tiranës, nuk besoj që kam kohë për të marrë me politika, po për të përballur me politikë, mbi gjitha duhet të dominoj historia e tij gjyqësore, besoj unë, kështu që do t'i drejtohet Strasburgut dhe do të jetë firma amerikane ajo që do të përfaqësoj atë në Strasburg. Tani se si Strasburgu do ta analizoj këtë çështje midis akuzës dhe dyshimit të arsyeshëm i bazuar në prova, kjo është një tjetër gjë. Por mendoj që në rastin konkret ka një, dhe këtu nuk po i referohem çështjes Veliaj, po as çështjes Meta, po i referohem në përgjithësi historikut. Mendoj që për njerëz të cilët kanë konsumuar pushtet politik në këtë vend dhe pushtet në nivele shumë të larta, ti mund ta marrësh të pandehur në gjendje të lirë për një arsye. Kuptohet, prezumohet e pafaqshme, po merremi me këta. Por po merremi, unë e shoh edhe për kryetar bashkisë të tjerë, të cilët ti menjëherë o kërkon arrest dhe pastaj. Po sikur ti po i ndërpret mandatin dhe ky shpallet i pafaqshëm nesër nga gjykata. Çe i thua, më fal që toqja nga kryetar bashkie? Se shteti mund të humbi.
E qartë. Por ti mund të kërkosh një mas sigurie ditën që ngre akuzë. Çfarë problemi ka që ti grumbullosh të gjitha provat, ngre akuzën dhe e çon në proces? Erion Bani thot, në arsyetimin e vendimit për caktimin e Mazarës me burg, Sokol thot saksisht, kanë ngritur një skem korruptive së bashku me bashkëshorten e tij dhe kanë të pamundur të ndalin vjedhjen e fondeve të Bashkisë Tiranës. Një nga pikat. Jam dakord, çohen proces. Ka pamundur ta ndalin. Tani çohen proces. Ta bëj pyetje. Ti tani çohen proces kur je kaq i bindur. Tani ti për 2 vjet ke të drejtën ta mbash në burg këtë për të bërë time. A fatet ligjore? Po fatet ligjore. Jo, mund të përdorësh të mbaroj se. Okej, 2 vjet. Mund ta mbash. Po nuk po marrim të çështje, marrim një tjetër. O ti e mban 2 vjet në burg. Në këtë fazë. Okej, po. Tani, mas 2 vjetësh, ti mund t'i thuash që, më fal, nuk u vërtetuan këto provat, mund dalësh. Ç'a bëre ti në përfundim të kësaj? Se marrim dhe pikën tjetër. I jepi dëmshpërblim financiar. Po, rrogën, dëshpërblim morale, të gjitha me radhë pastaj, ja. Çu kujtuan në po themi, në rastin konkret, kishim Josip rastin janë rastit. Kishim ish drejtorin e TVSH-s. Thoma Golçi, po. Po, fitoi gjyqin. Çfarë i thua ti tani mas kësaj? Po më fal se toqja nga drejtori i përgjithshëm i RTS-s, edhe të mata nga 2 vjet në burg, na këto lekët. Ç'i duhen më lekët aty? Është ky rasti Veliaj. Jo, atë nuk e diu, nuk mund të nuk dal se ajo është në proces. Nuk dal. Ide është e tillë. Fola për çështjen e ish drejtorit të përgjithshëm të RTS-s për shkak se proceset kanë përfunduar. Jo, është precedent, ai krijoi precedent. Golçi krijoi precedent në Shqipëri. Dhe fola vetëm për këtë nuk paragjykojun asnjë proces në Shqipëri derisa të dalë. Unë hy nga ata gazetarë që edhe kur kam një pakënaqësi nga vendimet gjyqësore në mënyrë vetjake ose personale ose edhe profesionale, asnjëherë nuk i kundërshtoj vendimet e gjyqësorit, dhe në vendimet e gjyqësorit i kundërshton vetëm një shkallë më sipër nga ajo që është dhënë vendimi. Që do të thotë, kur humbën në Strasburg, do të thotë që lexoj shpesh vendimet të Strasburgut, ka pafund në A ka shumë bukur se kanë referenca, domethënë Sokoli shok, ajo është logjika, shiko. Shqipëria do kishte shpëtuar, Shqipëria do kishte shpëtuar po të kishte njësimin e vendimeve. Dhe siç e kanë ata, duke u marrë. Ky është stili amerikan. Shqipëria do kishte shpëtuar. Çfarë na bën ne që të mos kemi dëshirë të besojmë që ka një drejtësi në Shqipëri dhe procesi dhe reforma në drejtësi shkoi deri në fund. Fakti që në gjykatën, po them, e Shkodrës jepet qoftë civile, mendim civil, e merr ai me 7501 pronën, dhe në gjykatën e Sarandës e merr pronari. Tani ka 30 vjet që ndodh kështu. Ky ja jep 7501 ky pronarin. Tani duhet të ketë pra një 7501 që ta fusonte qytetarë. Tani në një rast o fiton kjo në mënyrën, por ky është problemi. 14 vendime unifikuese ka gjithë ekzistencën e vet, gjyqësori shqiptar. Mos gaboje, kam dëgjuar në shifër, mase se nuk jam në dieni, mase ka bërë dhe në 4-5 të tjera. 4. Vendim unifikues do të thot nga këto vendime që jep Strasburgu, që ti kur mbrohesh thot rasti filani kundra filani. Dhe i referohet, është thënë njëherë për atë vendim. Kështu është dhe sistemi i drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra është mbledhur një juria popullore, është mbledhur dhe gjykata. Për një rast caktuar thot, po në këtë rast nuk është fajtor ose është i dyshuar ose është i pafajshëm. Këtu në Shqipëri për të njëjtën çështje njëri dënohet, njëri s'dënohet, njëri këtu, njëri atje për të njëjtën akuzë për pjesë e tretë të detaje. Do kemi te pjesë e tretë ca detaje interesante. Avokat, në këtë histori, sa mundet të ndikohet SPAK-u nga një lobim i huaj? Dhe pyetja tjetër kjo që tha Sokoli. Në rast se do të ndodhë që Veliaj do shpallej i pafajshëm në këtë histori, ose ta marrim ndryshe, a mundet që SPAK për shkak të këtij dyshimi të arsyeshëm që ka aty, që ka ngritur një skem korruptive që nuk e ndalojnë dot të mund të bënte një kërkesë që ky zotërisë ndërpresi mandatin një herë. Nuk po e arrestojmë, le të rrinë gjendje të lirë, por t'i heqim të paktën parat nga duart, fondet e Bashkisë Tiranë.
Për mua, masat e sigurimit janë të masat të cilat kërkohen nga organi procedues dhe jepet nga gjykata me pas nevojave të sigurimit. Nevojat e sigurimit janë komplekse, lidhen me personalitetin e personit, me rrezikshmërinë e veprave penale të veprës personit dhe me pasojat që mund të sjellë kjo vepër e tjera, por duke ndalur tek këto të fundit. Në rasti konkret, gjykata ka çmuar që masa e sigurimit më e drejtë për këtë është masa e sigurimit arrest në burg. Dalem pa këtu. Në fakt, fryma e gjithë këtyre viteve në këtë periudhë tranzicioni, pa këto 30 vjet që ne kemi në ta shtuquar demokraci, është që masa e arrestit në burg quhet një masë e cila është garantuese, ku ndihen të sigurt përfaqësuesi i akuzës edhe i gjyqtari për mosarrjen e pasojave nga vepra penale dhe për mungesë të ikjes së personit të dyshuar, por edhe duke patur një proporcionalitet të drejtë. Por jam dakord me sa tha Sokoli lidhur me personat me pushtet. Në përgjithësi, bota jashtë mundohet të ketë një standard të caktuar të mos vendosi masa të tilla kaq represive, siç është arresti në burg, pasi ata kanë kapur një standard dhe i çmojnë rrethanat, personalitetin, nevojat e sigurimit të ndryshe. Për shembull, për rastin konkret, dofta gjykata mund të caktonte një masë sigurimit si ajo e arrestit në shtëpi dhe ndalimi i ushtrimit të funksioneve publike. Pra, duke patur këtë person të izoluar në shtëpi dhe duke mos lejuar të ushtrojë funksionin si kryetari i bashkisë, duke ndaluar. E ka gjykata këtë të drejtë? Patjetër që mund t'ia jepë, gjykata ka çdo të drejtë derisa atij personi ka privuar lirinë, pra de facto I heq edhe po patjetër një masë sigurimi mund ta privoj këtë person që të mos di ku e kam pyetjen, sepse për shembull e kam pyetjen këtu Beko. Në sensin që Velia është ende kryebashkiak. Kryeministri Rama ende nuk ka marrë një vendim Këshillit të Ministrave për ta shkarkuar. Ose Këshilli Bashkiak. Ose Këshilli Bashkiak mund ta shkarkojë, domethënë këto dy institucione po themi. Ka një parashikim ligjor, po. Ka një në rast se gjykata do jepte këto masat që ju thatë, që arrest shtëpie dhe ndalimin e funksioneve publike për 5 vite. Çfarë ndodh në këtë histori? Shkarkohet automatikisht apo do duhet kalojë nëpërmjet kryeministrit dhe Këshillit Bashkiak? Ndalimi i funksioneve për 5 vite është një dënim plotësues që jepet personit pasi ka marrë dënimin e themelit kur ka shkuar çështja për përgjykim. Dhe kjo jepet si mas duke parë rrezikshmërinë e personit dhe ne kemi ashtu këtë të kryebashkiakët të cilët janë dënuar. Siç mund të jetë rasti të Lushnjës në Moskavë do një rast tjetër, ku përveç dënimit kryesor, në parashikim ligjor duke qenë se vepra penale është konsumuar në ushtrim të funksionit, është caktuar edhe një masë e tillë sigurimi. Por mjafton për shembull masë e sigurimit arrest në burg ose një masë tjetër, ose detyrimi paraqitje, ndalimi i hyrjes në bashki. Më kupton? Dhe ky person nuk mund të ndikojë te provat, nuk mund t'i prish provat. Mund të jetë specifike ndalimi i hyrjes në bashki? Po patjetër që mund t'ia vendosë gjykata si ndalesë. Po ne kemi për shembull rastin e ish presidentit Berisha dhe të ish kryeministit që ndalua edhe komunikimin me familjar, të bën edhe disa ndalime të tjera ekstra procedurale. Por rasti Partizani, po. Po, është rasti i Strasburgut për Thoma Gëllçi. Në fakt aty është ankimuar vendimi në mos gaboju në themel dhe kjo gjykat konstatoi që masa e sigurimit ndaj tij nuk kishte në proporcion të drejtë me nevojat e sigurimit dhe me vetë personalitetin e tij. Pra nuk kishte një masë e drejtë. E qartë. Flas për masën e sigurimit. Gjykata nuk është marrë me thelbin. Ka pas prova për dënimin, s'ka pas prova, nuk i ka hyrë shumë. Por ka thënë që masa e sigurimit ka qenë e padrejtë ndaj tij. Për sa i përket kësaj tjetrës që tha dhe Sokoli, lidhur me atë që ne quajmë siguria juridike, që është shumë e rëndësishme në sistemin sot gjyqësor. Pra duke patur një uniformitet të veprave penale, të gjykimit dhe të dënimit. Ligji në fakt procedurial për edhe i material ndalon që të kemi një analogji të veprave penale, pra të masës së dënimit e tjera. Por ne mund të kemi një konformitet. Pra, për rast ta marr si shembull. Ti marrim me shembuj. Po e zëm për shembull ta banalizoj. Rasti i vjedhjes në autobus. Një fenomen ky njohur me pasoja shumë të rënda, sepse dikush i ka lekët për hall, siç ndodh shpesh, shkuar në spitale të tjera dhe ja vjedh dikush. Përgjithësi gjykata, për shembull common law, gjykon mbi bazë të praktikave, thotë që një rast i tillë si rregull dënohet, është dënuar kështu me 2 vjet burg, po themi. Supozojmë 1 vit burg. 2 vjet. Okej, 2 vjet burg. Edhe ky rast do dënohet 2 vjet.
edhe nuk i hyn shumë gjërave tjera. Por shikohet sa është dëmtuar personi, pra sa lek janë marrë, çfarë personaliteti ka ky personi, autori. Përsëritës apo jo? Do të jetë përsëritës patjetër, shikohet mosha prapë dhe merret një szablon, sepse kjo është ajo që ne quajmë siguri juridike. Dhe për kësaj po vuan më shumë sot sistemi i drejtësisë së vetë. Mungesa e sigurisë juridike, ndryshimi i ligjeve, ndryshimi i praktikave, ndryshimi i sjelljeve, ka ligje që kanë ndryshuar kaq herë sa janë bërë siç kanë qenë para 15 vjetësh. Ligji për tatimet për shembull. Ti njeh që ligji për tatimet ka ndryshuar aq herë sa është bërë siç ishte kur ndryshoi në fillim në 2014. Dhe nuk kuptohet më ai ligj tani, sepse fillon ligji kaq për tatimet i ndryshuar. Është një faqe të, sot i ndryshuar në këtë datë, në këtë datë, sa ligji më është bërë i pakuptueshëm, i papërdorshëm ka vërtet. Keni rënë një hall? Edhe keni rënë një hall. Por shqyr keni vite që jeni në kontakt me ligjin edhe jeni të informuar se po vuan shumë këto pasojat e mungesës së sigurisë juridike, pra që ti nuk je i sigurt për atë vendim. Nuk je i sigurt se nesër dej ti do ta gëzosh këtë gjë, sepse mund të ndodhë diçka mund të ndryshojë. E qartë. Pyetën kisha edhe një pyetje që ishte pyetja e parë. Spak, jo s'ka problem, jemi shumë okay. A do jetë ndikuar mbajta spak, ndikuar nga këto lloj lobimesh. Kush mund të jetë një forcë aty për shembull që mund të ndikojë tek SPAK? Dhe të gjikokoja se nuk e di në këtë histori. Në fakt këto pothuajse janë të shkrira bashkë. BKH SPAK është një organ i ndjekjes penale dhe timi, po themi edhe GKK-ja, duke qenë se janë brenda një institucioni pak a shumë dënimet janë të njëjta, qëndrimet janë të njëjta, kualifikimet janë të njëjta, trajnimet bëhen të njëjta, takimet janë të njëjta, kudo shkojnë bashkë, pra nuk kanë konflikt interesi, ju e thatë mirë që janë një institucion. Tashti kjo është perceptimi në publik, a do ketë ndikim apo s'do ketë ndikim. Reformën në drejtësi e kemi bërë ne, është thënë nga dikush, por në fakt të gjithë ne kemi parë që reforma në drejtësi është ndikuar nga jashtë, dhe ka indikacione që ajo është ndikuar nga jashtë. Kur themi nga jashtë Shqipëria apo nga faktor të jashtëm të institucioni? Nga jashtë Shqipërisë. Nga jashtë Shqipërisë, okay. Nga jashtë Shqipërisë. Pra, a kanë ndikim partnerët, po patjetër që kanë ndikim. Ne kemi parë ndikimin në shumë forma. Po, a kanë ndikim në vendimarrje apo ky ndikim është në garantimin e pavarësisë? Ndoshta ndikimi do jetë në garantimin e pavarësisë. Nuk besoj që do kenë ndikim në vendimarrje. Pra do jenë garantues të pavarësisë, të paanshmërisë, siç e kemi parë edhe me deklaratat ose me mos deklaratat. Shumë diplomatike Beko, faleminderit. Ja se shtoi unë se prokurorit nuk i lejohet. Ishte shumë diplomatike. Është larguar nga detyra, duhet të jetë diplomat normale, ka mbajtur atë detyrë për shumë vite, kështu që e them unë, amerikanët e bën. Edhe ndryshimet, ata ushtruan në çdo lloj këmbguljeje, mënyre, pothuajse është investimi i tyre total reforma në drejtësi, në mos po edhe në disa raste edhe në përzgjedhjen e emrave të cilët do të ishin. Jo më kot, nuk është në një, ambasadori janë ndeti aty derisa u votua për Duman. Po normale më nuk ikte, po nuk ikte derisa u votua, e cila pavarësisht se mund ta shoh u pasi një formë jo një formë e pavarësisht se ne ishim me Dumanin, duhet të ishte radha aty e tjera, ishte e frytshme ardhja e tij në drejtimin e SPAK, por prap që të futesh në një votim në këtë lloj forme, votimi është bërë një ca takime inat para dhe mos të shkuar aty thot nuk do ishte Dumani. Po nuk ka rëndësi më mirë mos ishte Dumani se sa të shohim pamje të tilla që më mirë të mos ishte në një logjik se sa të shihnim pamje të tilla të ushtrimit. Megjithatë kjo është një tjetër çështje. Unë nuk mendoj që do të ketë, kohët e fundit kemi parë atë edhe një ndryshim jo vetëm në mentalitet, unë nuk kam ndryshuar kurrë që ndalimi i kryetarit bashkisë kishte edhe prapaskena politike në mes, dhe të cilat lidheshin këtë radhë me partinë e tij, nuk kishte, ato kanë filluar të dalin në sipërfaqe në kohët
e fundit, jo më kot mbase duhet konsideruar njeriu më i përgjuar në Shqipëri. Nuk ka asnjë lloj mënyre, ndërkohë që përgjimet vërtet i jep sfak, po i zbaton drejtoria e përgjithshme e burgjeve, dhe kjo është në këtë pikë, po kjo është për të krijuar një panoramë, domethënë që nuk besoj që do të ketë një ndikim për atë jashtë. Ndërkohë që kam një rezervë në logjikë që